Një moment shumë i veçantë në përballjen ligjore me ndërmarrjen Tirana Parking ka qenë kërkesa ku i bëj unë avokatit për të më pajisur me dokumenta sipas ligjit. Edhe pse kisha paguar goxha detyrime financiare, merr përsipër avokati, zoti Arben Gramo, të marrë dokumentat, i çon një kërkesë ndërmarrjes Tirana Parking dhe ndërmarrja parking sërish nuk i bi dokumentacionet e plota ligjore, por i jep një material se avokati kishte kërkuar dhe çfarë natyre është personi apo çfarë probleme ka pasur tjera në punë, a është korrekt apo jo, një përshkrim. I kishte futur dhe një të shajt me drejtëresha mu, edhe kolegët e mi, edhe mbi përgjigjen. Këtu, jo që s'kishte fut dokumentet akoma, por pretendonte si ku unë jam një njeri jo social i pashoqërueshëm me kolegët. Të sa më stash. Dhe kjo më bëri përshtypje, lajnë shije shumë të idhur, sepse në punë kam qenë shumë korrekt, edhe kam komuniku pothuajse me gjithë, i kam uru, i kam përshëndet gjithandej dhe i kam shoqëruar në çdo aktivitet që më kanë thirrë. Kjo ishte spektakël vete, paguash parat, mos marrësh dokumentat, edhe të fusin edhe i të shajtme pa meritume, vetëm Shqipëri ndodh.